Saadettin Saran, presidenti i klubit të futbollit të Fenerbahçes dhe biznesmeni i njohur turko-amerikan, u ndalua mbrëmjen e së mërkurës nga autoritetet në Stamboll si pjesë e një hetimit të zgjeruar për drogë, njoftoi Prokuroria e Përgjithshme e Stambollit. Sipas një deklarate zyrtare, Saran u ndalua nga ekipet e komandës provinciale të Gjandarmerisë pas daljes së provave shtesë në kuadër të hetimit. Ai akuzohet për furnizim me lëndë narkotike, lehtësim të përdorimit të narkotikëve dhe përdorim të substancave narkotike. Autoritetet thonë se e morën një mostër nga floku i tij dhe kishte rezultuar më parë pozitiv gjatë analizave forenzike. Saran mohoi publikisht çdo përdorim droge përmes një postimi në Instagram, duke theksuar se nuk e ka përdorur kurrë substancën dhe se as nuk e ka parë ndonjëherë nga afër. Ai ishte thirrur për t'u pyetur nga prokurorët të premten dhe shtëpia e tij ishte kontrolluar gjithashtu. Pyetja e tij në gjykatën e Stambollit në Çaglajan zgjati rreth 2 orë, pas së cilës ai u dërgua në Këshillin e Mjekësisë Forenzike për të dhënë mostrat e gjakut dhe flokëve për analiza të mëtejshme. Pas përfundimit të procedurave, pritet të kthehet në gjykatë për hapat e mëtejshëm ligjor. Hetimi ka sjellë tashmë arrestime të tjera, përfshirë kryeredaktorin e Haberturk, Mehmet Akif Ersoy, dhe prezantuesen televizive, Ela Rumeysa Cabeci. Prokurorët po shqyrtojnë gjithashtu nëse Saran ka lehtësuar përdorimin ose ka mbajtur në furnizim substanca të palishme. Saran është pronari i Saran Holding, kompani që operon në media, mbrojtje dhe sektorin ajror dhe hapësinor.